Ndër të tjera në lajme do të ndiqni siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve janë dy sfidat e mëdha për ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian, këtë vlerësim bëri kryeministri Rama. Akciza e karburanteve do të ulet nëse çmimet rriten më shumë, kështu deklaroi në një konferencë për mediat ministri i financave Malaj. Në shkurt, kredia në ekonomia arriti 946.8 miliard lek, me gjithë rritjen huaja e re për blerje banesash ka rënë në krahasim me një vit më parë. Kapitali huaj në Shqipëri po zhvendoset më shumë nga aktivitetet prodhuese drejt shërbimeve në fokus tregtia, akomodimit dhe transporti. Përshëndet zonja dhe zotrina, ndiqni me lajmet qendrore. Kryeministri Rama tha se Shqipëria do të bëhet shembull sa i takon prokurimeve publike pavarësisht se reformat e bëra deri tani vijojnë të mos jenë në përputhje me standardet europiane. Teksa u raportua për ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian, kreu i qeverisë tha se sfida më e madhe mbetet siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve. Prokurimet publike dhe kontrolli financiar janë dy çështjet në të cilat Shqipëria ka bërë progres në procesin e negociatave, por ende nuk i është përshtatur plotësisht standardeve të Bashkimit Evropian, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama teksa raportohej për ecurinë e procesit të negociatave. Barën më të madhe në gjithë këtë proces negociatash e ka ekonomia, domosdoshmëria për të kaluar nga një progres i kufizuar në raport me standardet e Bashkimit Evropian, në një progres të mirë, pra për të kaluar nga drita e kuqe në dritën e jeshile tek prokurimi publik, ku ne kemi bërë një progres të madh në raport me vetveten dhe në raport me rajonin, por nuk jemi ende në kornizën e progresit të mirë. Puna e nisur për modernizimin e mëtejshëm të prokurimit publik me inteligjencë artificiale duhet vazhdoj intensivisht dhe të kurorzohet, dhe kurorëzimi i saj do të na çojë në një nivel krejt tjetër dhe do të na bëj një vend shembull. Një gjë tjetër që më bëri përshtypje dhe që e kemi diskutuar disa javë më parë, është kontrolli financiar, ku edhe aty progresi është i kufizuar, në ndërkohë që reforma për kontrollin financiar është domosdoshmëre. Ndër të tjera, shefi i qeverisë theksoi se do të vijojë reforma e inspektimeve për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, që konsideroi edhe sfidën më të madhe. Sfidën e sfidave që është siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit në tërësi. Prandaj reforma e inspektimit duhet të vazhdojë dhe është kyç drejtimi politik i reformës nga të gjithë ministrit në sensin e mbrojtjes së reformës nga ndërhyrjet partijake dhe nga qokat politike. Është e domosdoshme që ajo që ka filluar me AKU-n të vazhdojë të shtrihet me të gjithë inspektoratet e tjera për të garantuar burime njerëzore të cilësore. Ndërkaq, kryenegociatorja Majlinda Dhuka tha se 27 nga 33 kapituj konsiderohen të përgatitur mirë dhe Shqipëria po përgatitet për mbylljen e kapitujve. Në konferencë për mediat ministri i financave Petrit Malaj sere momentin se kur do të ulet akciza me 20% e karburanteve, ndërkohë administrata doganore vijon me kontrollet për të shmangur kontrabandën në këtë sektor. Gjatë një konference për mediat së bashku me drejtuesit e administratave tatimore dhe doganore, ministri i financave Petrit Malaj foli për punën që po bëhet për të frenuar shtrëngimin e karburanteve në vend. Ai sqaroi edhe momentin se kur do të ulet akciza me 20%. Mekanizmi do të jetë i tillë në momentin që bordi i transparencës do të mblidhet dhe do të përcaktojë që çmimi i tregtimit me pakicë do të jetë 221 lek, automatikisht në atë moment merret vendimi që çmimi i shitjes me pakicë do të jetë 221 lek minus reduktimin e aksizës 20% që përkon me prafërsisht 8 lek, pra do të jetë 213 lek.
Kjo do të bëhet në baza ditore, do të monitorohet në baza ditore. Në ato momente kur çmimi kalon mbi 220 lek, do të kemi një reduktim të çmimit me pakicë me 8 lek. Në ato momente kur çmimi do të jetë nën 220 lek, do të jetë çmimi që ka përcaktuar bordi. Ndërkohë administrata doganore po vijon me kontrollet për të shmangur kontrabandën në këtë sektor. E pyetur nga televizioni Skan, kreu i kësaj administrate Besmir Beja njoftoi masat që po ndërmeren. Dogana shqiptare rolin që shef në drejtim të shitjes me pakicë është nëse karburanti i gjetur në ato depozita është apo jo i justifikuar me libra kontabil. Dhe në këtë rast, qofse nuk është justifikuar, sigurisht që është nath kontraband, kur është justifikuar, roli i administratës doganore nuk ka më rol dhe janë administrata tatimore cila vlerëson pastaj zbatimin e legislacionit tatimor. Në fazën ku jemi, siç e thash, në 43 subjekte kanë mungesë certifikate kalibrimi, që do të thotë janë në pamundësi për treguar nëse gjendja e lëngut e mallit që kanë në depozitat e tyre është apo jo e justifikuar me certifikata me dokumenta tatimor. Skemën e mbështetjes në bujqësi për vitin 2026 dhe konkretisht është rritur mbështetja për blegtorin dhe bletarin, është ulur tavani i numrit të krerëve dhe është hequr skema mbështetjes me naftë. Fondi në total është 52 milion euro. Qeveria ka miratuar skemat e reja të mbështetjes në bujqësi për vitin 2026 përmes një fondi prej 52 milion eurosh. Këtë vit skema ka risi ku është hequr mbështetja me naftë e fermerëve për punimet të mekanizuara në bujqësi, si dhe është rritur financimi për krerë në blegtori dhe bletari, duke përgjysmuar edhe tavanin e tufave që duhet të kenë fermerët për përfitim. Konkretisht referuar vendimit, do të mbështeten blegtorët në vlerën deri në 12.000 lek për krerë, për tufën bazë të matrikuluar, për fermer me jo më pak se 5 krerë lop ose mëshqera. Për pjesën mbi 50 krerë, masa e përfitimin zvogëlohet me 50% përjashtuar rastet e aplikantëve me status shoqëri të bashkëpunimit bujqësor. Do të jepet 1.500 lek për krerë për tufën bazë të matrikuluar, por fermer me jo më pak se 50 krerë dele ose dhi. Për pjesën mbi 300 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50% përjashtuar rastet e aplikantëve me status SHBB. Për mbarështimin e bletarisë, mbështetja është dyfishuar dhe është përgjysmuar kufiri i zgjojeve që duhet të ketë një fermer. Konkretisht do të jepen 2.000 lek për zgjua për fermer, me jo më pak se 25 zgjoje. Për pjesën mbi 150 zgjoje, masa e përfitimit zvogëlohet me 50% përjashtuar rastet e aplikantëve me status SHBB. Për dosa ose paradosa të matrikuluara, do të mbështeten në vlerën deri në 7.000 lek për krerë për aplikant, me jo më pak se 5 krerë dosa ose paradosa. Për pjesën mbi 100 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50% përjashtuar rastet e aplikantëve me status SHBB. Për kontrollin biologjik të dëmtuesve të perimeve, në sera ose lule shtrydhe në tunele plastike, masa e përfitimit është 70% e vlerës totale të faturave tatimore për blerjen e materialeve biologjike për fshirë insekte të dobishme, por jo më shumë se 40.000 lek për dynym në rastin e 2 mbjelljeve në vit. Për fermat organike për periudhën në kalim, vitin e parë jepen 100.000 lek, në vitin e dytë dhe të tretë 150.000 lek dhe 200.000 lek për ferm të certifikuar. Për implementimin dhe certifikimin Global Gap, përfshirë mbulimin e kostove të analizave të produkteve në perime, fruta, rrush, ullinj, agrume dhe kultura të tjera bujqësore të certifikueshme, në masën 50% të vlerës totale të faturës tatimore. Qeveria ka përcaktuar se 2.5 miliard lek nga fondi total do të shkojë për mbështetje për investime, ku fermerë të rinj do të përfitojnë 70% të vlerës totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 1 milion lek. Për ndërtimin apo rikonstruksionin e staneve, si dhe për përmirësimin e kushteve, masa e përfitimit është 70% e vlerës të faturave tatimore, por jo më shumë se 3 milion lek për subjekt. Për pajisje, makineri dhe mjete bujqësore, për mekanizimet dhe modernizimin e proceseve të punës në ferma bujqësore dhe blegtorale, masa e përfitimit është 50% e vlerës së faturave tatimore, por jo më shumë se 500.000 lek për subjekt dhe jo më pak se 50.000 lek për subjekt. 11.2 milion lek do të shkojnë për pagesën e vlerës së palikuiduar për kontratat e mëparshme. Kur aplikimet që kanë plotësuar kriteret janë më të larta se fondi i vënë në dispozicion, atëherë fondi ndahet në mënyrë proporcionale. Administrata tatimore intensifikon kontrollet në sektorët me risk të lartë duke nisur nga turizmi, ndërtimi dhe shërbimet mjekësore për të garantuar deklarimin korrekt të ardhurave dhe kontributeve shoqërore. Administrata tatimore po thellon aksionin për formalizimin e ekonomisë, duke u fokusuar te sektorët me risk të lartë për informalitet. Turizmi, ndërtimi dhe hidrokarburët kanë qenë në qendër të kontrolleve gjatë vitit të fundit, ndërsa autoritetet raportojnë rezultate konkrete. Kemi vijuar me punën për sa i përket formalizimit të sektorëve të cilët ne i kemi identifikuar me risk. Ka qenë 10 sektori i turizmit,
sektori i ndërtimit, por edhe sektori i hidrokarbureve. Dhe të them drejtën, këto nisma që kemi pasur kanë dhënë rezultate konkrete. Pra, ndërgjegjësimi i operatorëve që operojnë në këto sektor dhe monitorimi në distancë, plus dhe kontrollet në vend, kanë dhënë rezultate të prekshme. Drejtori i përgjithshëm i tatimeve do të japi disa detaje në lidhje me këto, por ajo që dua të theksoj është që si rezultat i qasjes së administratës tatimore, kemi një rritje të ndjeshme për sa i përket tatimit mbi të ardhurat personale të paguar apo të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Ndërkohë administrata tatimore po përdor gjithnjë më shumë analiza të avancuara për të identifikuar rastet e mosdeklarimit të ardhurave, veçanërisht në sektorin e turizmit, por jo vetëm. Në sektorin e turizmit, administrata tatimore gjatë kësaj faze është fokusuar në analizimin e të dhënave të marra nga Booking dhe Airbnb dhe sensibilizimin e tatimpaguesve për deklarimin e saktë në deklaratat e të ardhurat personale. Booking kishte rreth 70.000 tatimpagues për 80 milion euro rezervime dhe Airbnb kishte 8.500 tatimpagues për 40 milion euro rezervime. Mbas fazës së sensibilizimit, administrata tatimore do kryej kontrolle ndaj tatimpaguesve që këto të ardhura, të cilat mund të mos jenë deklaruar korrektisht, të vlerësohen nga drejtoritë rajonale. Sipas BINA, të dhënat tregojnë për një volum të lartë të rezervimesh në platformat ndërkombëtare, ndërsa pas fazës së sensibilizimit pritet të nisin kontrollet për deklarimin e saktë të ardhurave. 31 mars përfundon afati për plotësimin e deklaratës individuale vjetore të ardhurave Diva 2025. Sipas të dhënave të deritanishme, deklarimin e kanë kryer mbi 125.000 të punësuar në të gjithë vendin. Ndërsa afati është drejt përfundimit, mbi 125.000 të punësuar në të gjithë vendin kanë plotësuar deklaratën individuale vjetore të ardhurave Diva 2025 deri më datën 28 mars. Konkretisht janë dorëzuar 125.411 deklarata, ndërkohë që afati i fundit është data 31 mars. Në të kundërt, tatim-paguese që kanë detyrim ligjor mund të përballen me penalitete. Administrata tatimore parashikon që Diva 2025 të plotësohet nga afro 200.000 individ, nga 140.000 që e kanë deklaruar në vitin 2024. Kjo për shkak të aplikimit për herë të parë të zbritjeve tatimore për fëmijët në ngarkim dhe shpenzimet arsimore, nga të cilat përfitojnë jo vetëm individët me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lek në vit, por edhe ata në 1.2 milion lek, të cilat përveç se nuk e kanë detyrim, nxiten që të deklarojnë vullnetarisht në mënyrë që të mund të marrin rimbursimin që u takon nëse rezultojnë me teprisë kreditore. Individët me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lek kanë të drejtën e përfitimit të zbritjes për numrin e fëmijëve në ngarkim dhe personat me të ardhura në 1.2 milion lek kanë të drejtën që përveç fëmijëve në ngarkim të përfitojnë edhe zbritje tatimore për shpenzimet arsimore. Administrata tatimore bën me dije se afati i deklarimit dhe pagesës së Diva 2025, sipas ligjit është 31 marsi 2026 dhe se subjekt deklarimi me detyrim për këtë vit janë ata individ që kanë realizuar të ardhura bruto vjetore 1.2 milion lek ose më shumë nga të gjitha burimet dhe jo vetëm nga paga, kanë qenë më shumë se një marrëdhënie punësimi gjatë të paktën një muaji, apo ata që gjatë vitit 2025 kanë realizuar të ardhura më shumë se 50.000 lek, për të cilat nuk është mbajtur tatim, si dhe kanë përfituar të ardhura nga platformat Booking dhe Airbnb. Sipas administratës tatimore, gjithashtu janë plotësuar rreth 91.600 deklarata për të ardhurat personale nga biznesi, si dhe 21.790 deklarata për tatimin mbi të ardhurat e korporatës. Kredia Ekonomike ka vijuar rritjen edhe gjatë muajit shkurt 2026, duke arritur 946.8 miliard lek. Megjithatë, kredia e re për blerje banesash ka rënë krahasuar me një vit më parë, ndërsa biznesi ka mbajtur ritëm pozitiv. Sipas të dhënave të fundit nga Banka e Shqipërisë, totali i kredisë ka arritur në 946.8 miliard lek në shkurt të vitit aktual, me një rritje të konsiderueshme prej 11.6% krahasuar me shkurtin e vitit kaluar. Rritje po ashtu prej 0.8% ka shënuar edhe krahasuar me janarin e po të njëjtit vit. Pra nëse flasim në shifra absolute, rezulton se në harkun kohor të 12 muajve regjistrohet një rritje prej 98 miliard lekësh. Në të njëjtën kohë huaja e re disbursuar nga sistemi bankar gjatë muajit shkurt arriti në 30.3 miliard lek nga 28.7 miliard lek në të njëjtin muaj të vitit kaluar. Kjo përkthehet në një rritje vjetore prej rreth 5.7%, ndërsa niveli i shkurtit të vitit 2026 rezulton më i larti për këtë muaj në serinë e paraqitur nga Banka e Shqipërisë.
Zgjerimi i huadhënies së re është mbështetur kryesisht nga biznesi sipas të dhënave. Kredit e reja për korporatat jo financiare private arritën në 20.55 miliard lek në shkurt nga 17.75 miliard lek një vit më parë, ose rreth 15.8% më shumë. Kjo tregon se kërkesa për financim nga sektori privat mbetet e qëndrueshme në një kohë kur bizneset po mbështeten më fort te kredia bankare. Ndryshe paraqitet ecuria e huadhënies për individët dhe institucionet jo fitimprurëse që u shërbejnë atyre. Në këtë segment, kredit e reja ranë në 9.53 miliard lek nga 10.58 miliard që ishin në shkurt të vitit kaluar, duke shënuar një tkurje vjetore prej rreth 9.9%. Kjo do thotë se megjithëse stoku total i kredis vijon të rritet, ritmi i huamarrjes së re nga individët është ngadalësuar krahasuar me një vit më parë. Rënja më e fortë është regjistruar te kredit për blerë banesash. Totali i kësaj kategorie zbriti në 3.87 miliard lek në shkurt të vitit aktual nga 5.62 miliard lek që ishte në shkurt të vitit kaluar, ose rreth 31.3% më pak në terma vjetor. Kjo tregon se kredia për pasuritë paluajtshme ka humbur vrullin e vitit kaluar. Rënja e kredisë së re për blerë banesash në shkurt duket të jetë pasojë e filtrave më të fortë vendosur nga Banka e Shqipërisë për kredit hipotekore. Prej korrikut të vitit kaluar, këto kufizime kanë ngushtuar mundësitë e financimit të plotë të pronës. Kursimet e shqiptarëve kanë pësuar një rënje të lekë gjatë muajit shkurt 2026 pas rritjes së fortë në janar, duke treguar rikthim gradual të konsumit. Sipas Bankës së Shqipërisë, depozitat mbeten në nivele të larta. Pas rritjes së fortë në fillim të vitit, kursimet e shqiptarëve shfaqin shenjat e para të një ftohjeje të lehtë. Sipas të dhënave të sapo publikuara nga Banka e Shqipërisë, totali i depozitave që përfshihen në paranë e gjerë arriti në rreth 1.5 trilion lek në fund të muajit shkurt. Në krahasim me muajin janar vërtet një rënje lehtë për rreth 5.1 miliard lekësh. Ky zhvillim sugjeron një normalizim të situatës pas rritjes së fortë të fillimit të vitit, duke pasqyruar ndoshta një rikthim të konsumit apo përdorimit të kursimeve nga familjet dhe bizneset. Ku po i mbajnë shqiptarët paratë të tyre? Edhe gjatë shkurtit, pesha kryesore mbetet e monedha vendase, por me një tkurrje të lehtë. Depozitat në lek ranë me rreth 4.3 miliardë krahasuar me janarin. Rënja është e dukshme te llogarit rrjedhëse, pra depozitat e transferueshme, që tregon për një përdorim më të madh të likuiditetit në këtë periudhë. Nga ana tjetër, depozitat në valutë gjithashtu shënuan një rënje të lehtë për rreth 0.8 miliard lekësh. Kjo lëvizje sugjeron një stabilitet relativ në preferencat valutore, pa ndryshime të forta të drejt konvertimit. Kush po kursen më shumë? Edhe në shkurt shtylla kryesore mbeten individët dhe familjet. Ata vijojnë të mbajnë pjesën më të madhe të depozitave, megjithëse me një rritje shumë të lehtë krahasuar me janarin në disa kategori. Në të njëjtën kohë, bizneset shfaqin luhatje të vogla duke pasqyruar një aktivitet ekonomik më dinamik dhe përdorim më aktiv të fondeve. Shifrat e shkurtit 2026 tregojnë një korrigjim të lehtë pas rritjes së janarit me një rënje modeste të depozitave si në lek ashtu edhe në valutë. Megjithatë, niveli i përgjithshëm mbetet i lartë duke konfirmuar stabilitetin e sistemit bankar dhe një bazë solide kursimesh nga qytetarët dhe bizneset. Borxhi i jashtëm i Shqipërisë mbahet pothuajse gjysma nga qeveria, ndërsa ulja e tij u ndikua kryesisht nga rënja e detyrimeve të qeverisë dhe të Bankës së Shqipërisë. Në të kundërt, bankat tregtare ishin sektori i vetëm që rriti borxhin e jashtëm. Viti 2025 u mbyll me një borxh të jashtëm të vendit prej 10.2 miliard eurosh, por cilët ishin sektorët që kontribuan më tepër në zvoglimin e tij dhe cilët janë ata që po mbajnë në këmbë detyrimet e Shqipërisë me jashtë. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, thuajse gjysma e borxhit të jashtëm të vendit është marrë dhe po shlyhet nga qeveria. Kjo e fundit rezulton të ketë detyrime në instrumenta fagjata si hua apo letra me vlerë. Nga 3 mujor në 3 mujor, borxhi i qeverisë së përgjithshme është zvogluar për shkak të rënjes së detyrimeve në formën e obligacioneve. Ndërkohë, edhe detyrimet e Bankës së Shqipërisë kanë ndikuar në uljen e mëtejshme të borxhit të jashtëm të vendit. Statistikat zyrtare tregojnë se autoriteti monetar ka kryesisht detyrime në formën e alokimeve SDR nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në vlerën e 227 milion eurove. Bankat, e quajtur ndryshe si korporatat depozituese, janë të vetme që kontribuan në rritjen e mëtejshme të borxhit të jashtëm të Shqipërisë. Rritja me 120 milion euro nuk ka ardhur vetëm prej zhvillimeve në këtë sektor, por edhe për shkak të një riklasifikimi sektorial, ku një njësi ekonomike është transferuar nga sektorët e tjerë në sektorin e korporatave depozituese. Rreth 69% të detyrimeve me jashtë bankat i kanë në monedha dhe depozita. Sektorët e tjerë që mund të përfshin bizneset dhe një sër kompanish të ndryshme ngushtuan borxhin e jashtëm. Një pjesë e këtij ngushtimi lidhet me riklasifikimin sektorial të një njësie ekonomike nga sektorët e tjerë në sektorin e bankave, i cili ka ndikuar në uljen e stokut të huave me rreth 50.5 milion euro.
Në të njëjtën kohë ka rënje të detyrimeve në formën e kredive tregtare dhe paradhënieve, si dhe të kurrje detyrimeve ndërmjet kompanive të lidhura në një marrëdhënie investime direkte u ndër kompani dhe detyrimeve të tjera të borxhit. Në total, borxhi i jashtëm afatgjat ka parë një zgjerim të tepritës në HUA dhe ulje të ekspozimit në letra me vlerë të borxhit. HUA-t vijojnë të kryesojnë detyrimet afatgjata në masën 45% të totalit. Në maturitetin afatshkurtër, instrumentet financiare në formën e monedhave dhe depozitave, si dhe kredit tregtare dhe paradhëniet, zënë përkatësisht 33% dhe 46%. Kapitali i huaj në Shqipëri po zhvendoset më shumë nga aktivitetet prodhuese drejt shërbimeve, ndërsa industria dhe ndërtimi kanë shënuar rënje. Rritja është mbështetur kryesisht nga tregtia, akomodimi dhe transporti. Struktura e ndërmarrjeve të huaja dhe të përbashkëta në Shqipëri po tregon gjithmonë më qartë një zhvendosje nga aktivitetet prodhuese drejt shërbimeve. Të dhënat e Instat tregojnë se numri i këtyre ndërmarrjeve arriti në 7.700, por rritja nuk erdhi nga industria apo ndërtimi. Përkundrazi, aktivitetet prodhuese ran nga 1.492 në 1.440 ndërmarrje, ndërsa prodhuesit e shërbimeve u rritën nga 5.446 në 5.567 biznese. Me fjalë të tjera, zgjerimi i kapitalit të huaj në Shqipëri po mbështetet gjithmonë më shumë te tregtia, akomodimi, transporti, informacioni dhe shërbimet e tjera dhe gjithmonë më pak tek sektorët klasik të prodhimit. Në total, tregtia mbetet fusha me numrin më të madh të ndërmarrjeve të huaj të përbashkëta me 1.494 biznese, por ajo shënon një rënje të lehtë krahasuar me vitin 2023. Ndërkohë, rritja më e fortë erdhi te shërbimet të tjera, ku numri i ndërmarrjeve u rrit nga 2.812 në 2.895, si dhe te akomodimi dhe shërbimi ushqimor nga 311 në 339. Në kaun tjetër, industria ra nga 916 në 891 ndërmarrje, ndërtimi nga 501 në 481, ndërsa bujqësia, pyet dhe peshkimi mbeten një segment shumë i vogël. Nëse analizojmë të dhënat sipas rajoneve, BE Avion të mbaj peshën kryesore në numër ndërmarrjesh në shumicën e degëve, por jo si motori i rritjes. Ballkani Perëndimor forcoi praninë sidomos në ndërtim, tregti dhe shërbime të tjera, ndërsa shtetet jashtë Bashkimit Evropian zgjeruan dukshëm aktivitetin në tregti, akomodim, informacion dhe shërbime. Pra, fotografia e vitit 2024 tregon një ekonomi ku kapitali i huaj po bëhet më pak europian në ritmin e zgjerimit dhe më i orientuar drejt sektorëve të shërbimeve, ndërsa pesha relative aktiviteteve prodhuese po zbehet dal nga dal. Ministria e Mjedisit ka gati 4 projekt vendime që do t'i hapin rrugë zbatimit të ligjit për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, duke ngarkuar çdo subjekt prodhues që zhvillon, prodhon, përpunon, trajton, shet ose importon produkte që gjenerojnë mbetje pas përdorimit me detyrimin për t'i menaxhuar ato. Ministria e Mjedisit po harton 5 projekt vendime që do i hapin rrugë zbatimit të ligjit për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, duke ngarkuar çdo subjekt prodhues që zhvillon, prodhon, përpunon, trajton, shet ose importon produkte që gjenerojnë mbetje pas përdorimit me detyrimin për t'i menaxhuar. Gjithçka u bë me dije gjatë një takimi mbi ekonominë qarkulluese, të zhvilluar në Europe House pas hapjes së grup kapitullit 4 të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kemi një draft zero të këtyre, siç e quajmë ne, të këtyre projekt vendimeve, të cilat do të konsultohen sigurisht gjërësisht gjatë gjithë procesit edhe me grupet e interesit, me prodhuesit, me bizneset të cilët janë ata që do të realizojnë zbatimin në praktik. Rama i foli dhe për kostot që do kenë bizneset në funksion të zbatimit të detyrimeve të reja ligjore. Për çdo mbetje ne do kemi edhe projekt vendime të veçanta specifike, të cilat do të sigurojnë, sepse nuk është një vlerë e njëjtë për çdo produkt të çdo mbetje. Ka diferenca shumë të mëdha. Për shembull, do të kemi një shishe plastike me një bateri makinash. Andrea Ferrero nga delegacioni i Bashkimit Evropian foli për rëndësinë e përmbushjes së detyrimeve në kuadër të kapitullit 27, mjedisi dhe ndryshimet klimatike, për integrimin e vendit tonë në BE, duke e parë ekonominë qarkulluese edhe si mundësi zhvillimi. Për qeverinë, për shembull, është finalizimi i legjislacionit dytësor, pra i akteve nënligjore, si edhe ligji që ka të bëjë me përgjegjësitë e prodhuesve, në mënyrë që prodhuesit të marrin përgjegjësi për të gjithë ciklin e produktit. Për bizneset, çështja e rëndësishme këtu është edhe që ky tranzicion të shihet si mundësi. Ka disa mekanizma financimi, për shembull me anën e Bergjet, Bankës Evropiane për Investim ose Horizonti Europë,
Është gjithashtu e rëndësishme që ne të investojmë edhe tek aftësitë. Pa këto aftësi dhe sektori privat nuk do të kishte mundësi që të bënte ballë sfidave, qoftë në bujqësi, qoftë në ekonominë qarkulluese. Ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit hyn në fuqi në datën 1 dhjetor të këtij viti dhe do zbatohet përyma specifike të mbetjeve, që janë ambalazhet dhe mbetjet e tyre, bateritë dhe akumulatorët, automjetët në fund të jetës dhe mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Ndërkohë, detyrimet kryesore të prodhuesit lidhen me financimin dhe krijimin e një sistemi për grumbullimin, transportimin, riciklimin ose një mënyrë tjetër të trajtimit të mbetjeve të krijuara nga produktet që ata vendosin në treg. Po ashtu, detyrim do jenë dhe investimet në infrastrukturën e grumbullimit apo zhvillimi i aktiviteteve të përshtatshme informacioni, ndërgjegjësimi, udhëzimi ose trajnimi për të informuar qytetarët në ushtrimin e të drejtave të tyre si konsumator. Shteti do të vijojë skemën e garantimit të kredive për banesë për disa kategori pjesë e administratës publike. Kjo skemë vjen si rezultati i vështirësive që kanë profesionistët me paga fikse në përballimin e blerjes së një banese. Kryeministri Edi Rama njoftoi së fundmi se do të vijojë programin që shteti të garantojë kredi për blerje banese për policët, mësuesit, mjekët dhe infermierët. Këto skema lehtësuese të kredive me interes zero po trajtohen gjithnjë më shumë si instrumenti domosdoshëm social, jo thjesht si një lehtësi financiare. Nëse marrim rastin e mësuesve për arsimin parauniversitar, skema nisi të marrë formë konkrete në vitin 2024, kur për mësuesit u miratuan 30 kuota, ndërsa në vitin 2025 ajo u zgjerua ndjeshëm me 90 kuota, vetëm për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, brenda një totali prej 530 kuotash për administratën publike. Aplikimi bëhet në Ilbenia, për zgjedhja kalon përmes sistemit të pikëzimit dhe kushtet janë të qarta. Aplikanti nuk duhet të ketë banesë në pronësi ose duhet ta ketë në normat e strehimit, nuk duhet të zotëroj pasuri të konsiderueshme dhe nuk duhet të jetë përfitues nga programe të tjera strehimi social. Problemi që po tenton të zgjidhë kjo skemë është raporti i zhdrejtë i pagës me çmimet e banesave. Një mësues në arsimin parauniversitar ka një pagë mesatare rreth 84.000 lekë neto. Llogaritja e thjeshtë tregon menjëherë ndekun. Për një apartament standard 90 metra katror në periferi të Tiranës, si në Paskuqan, çmimi orientues del rreth 94.000 euro, ndërsa në Astir rreth 148.000 euro. Me pagën aktuale, një mësuesi do t'i duheshin rreth 7.5 vite punë vetëm për një apartament në Paskuqan dhe gati 12 vite punë për një apartament në Astir, nëse do ta shpenzonte të gjithë pagën vetëm për shtëpinë. Ndërkaq, nëse kursen vetëm 30% të pagës neto, afati shkon në rreth 31 vite në Paskuqan dhe afro 49 vite në Astir me çmimet e sotshme. Edhe në rrethet ku tregu është më i lirë, diferenca mbetet e fortë. Në Elbasan, Korçë dhe Fier, një apartament 90 metra katror del afërsisht nga 89.000 deri në 95.000 euro. Edhe këtu një mësuesi do t'i duheshin rreth 7 deri në 7.6 vite të tëra pagë bruto, ndërsa me një kursim realist, prej 30% të pagës neto, koha shkon afërsisht në 29 deri në 31 vite. Kjo do të thotë se edhe jashtë Tiranës, banesa mbetet e vështirë për të përballuar, vetëm me të ardhurat nga paga. E situata vështirësohet më shumë nëse llogaritet norma e interesit të kredis. Pikërisht, këtu hyn arsyeja pse ndërhyrja e shtetit shihet si e domosdoshme dhe jo vetëm që bëhet fjalë për 0% interes, por shteti luan rolin e ndërmjetësit dhe garanton institucionet financiare në rast të mospagimit. Rritet ndjeshëm ankesat e qytetarëve për shkelje në marrëdhëniet e punës. Gjatë vitit 2025 janë kryer mbi 900 inspektime të nisura nga denoncimet, me një rritje 40% krahasuar me vitin e kaluar. Gjatë vitit 2025, Inspektorati i Punës ka regjistruar një rritje të ndjeshme të inspektimeve të nisura si rezultati denoncimeve dhe ankesave nga qytetarët. Në total janë kryer 963 inspektime, duke shënuar një rritje me 40% krahasuar me 2024-ën. Rritja është e dukshme edhe në sektorin publik,
ku ndërmarrjet shtetërore përbëjnë 10% të totalit të ankesave, me një shtim prej 77% krahasuar me një vit më parë. Rajoni Tiranës vijon të mbajë peshën kryesore të inspektimeve për shkak të ankesës, duke përbërë 76% të totalit kombëtar, ose 733 raste. Sa i përket shpërndarjes sipas sektorëve ekonomik, tregtia kryeson me 26% të ankesave, duke mbetur një nga sektorët më problematik për respektimin e kontratave të punës. Ky sektor ka shënuar një rritje prej 60% të ankesave, lidhur edhe me fushatat ndërgjegjësuara të zhvilluara nga institucioni. Ndërmarrjet prodhuese përbëjnë 17% të ankesave, ku pjesa më e madhe lidhet me industrinë fason, e cila gjatë vitit 2025 është karakterizuar nga luhatje të tregut dhe ndikime në marrëdhëniet e punës. Edhe ky sektor ka shënuar një rritje me 6% të ankesave, krahasuar me një vit më parë. Sektori i ndërtimit përfaqëson 7% të ankesave, duke reflektuar një ndërgjegjësim në rritje në këtë fushë të konsideruar me risk të lartë, ndërsa pjesa më e madhe, rreth 39%, i përket kategorisë të tjera ku përfshihen ndërmarrje shtetërore, arsimi, agjencitë e punësimit dhe shërbimet e sigurisë fizike. Të dhënat në tërësi tregojnë se inspektimet për shkak ankese mbeten një instrument thelbësor për reagimin ndaj shkeljeve të drejtave në punë, duke përqendruar kryesisht në sektorët me dinamikë të lartë punësimi dhe risk më të madh për abuzime. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur tenderin për ndërtimin e nyjeve multimodale të mobilitetit, si dhe ndërtimin e godinës së parkimit nëntoksor në Vlorë. Objekti parashikohet të ndërtohet në pjesën perëndimore të qytetit të Vlorës. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e tenderit për ndërtimin e nyjeve multimodale të mobilitetit, rajonet 3 dhe 4, si dhe ndërtimin e godinës së parkimit nëntoksor në Vlorë. Fondi limiti për llogaritur për këtë projekt është 595.232.000 lekë. Referuar dokumenteve të publikuara në Agjencinë e Prokurimit Publik, projekti është hartuar mbi kërkesën e Bashkisë Vlorë për ndërtimin e një godine parkimi nëntoksor, si dhe krijimin e një parku rekreativ në sipërfaqe, duke ndërthurur funksionin urban me ato social dhe mjedisor. Objekti parashikohet të ndërtohet në pjesën perëndimore të qytetit të Vlorës, pranë zonës së plazhit dhe përgjegjët rrugës Çameria në hyrje të Lungomares, një nga zonat më të frekuentuara nga qytetarët dhe turistët. Parcela ndodhet rreth 1.9 kilometra larg qendrës së qytetit dhe përfshihet në pellgun ujëmbledhës të zonës. Sipas dokumentit, do të ndërtohet edhe parkimi nëntoksor me një kat i projektuar për të optimizuar hapësirat e parkimit. Kati nëntoksor do të shërbejë ekskluzivisht për poste parkimi dhe ambiente teknike. Projekti përshikon një sipërfaqe totale parcele prej 9.557.76 metra shkatror dhe një sipërfaqe ndërtimi në katin -1 prej 9.235.98 metra shkatror. Në total do të krijohen 295 vende parkime, përfshirë 5 poste të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara, ndërkohë do të krijohet një hapësirë rekreative hapur për qytetarët. Projekti përshikon ndërtimin e një strukture strehe në skajin perëndimor të parcelës, ku do të vendosen hapësirat mbështetëse dhe parkimi i biçikletave. Kjo zgjidhje synon ruajtjen e funksionit ekzistues të zonës si shesh publik, duke bërë ato të përdorshëm për aktivitete rekreative dhe evente të ndryshme edhe pas ndërhyrjes. Në të njëjtën kohë, ky investim synon të rritë cilësinë e jetesës për banorët, duke krijuar një destinacion modern dhe funksional. Incidentet e sigurisë online në Shqipëri kanë shënuar rritje gjatë vitit 2025 me 615 raste. Shumica e ankesave lidhen me bullizimin online, gjuhën e urrëties, profilet falso në rrjetet sociale, ndërsa Tirana mban edhe numrin më të lartë të raportimeve. Përveç përfitimeve të shumta që ofrojnë rrjetet sociale dhe aksesi në internet, një nga shqetësimet më të mëdha, veçanërisht tek të rinjt, mbetja e rreziqeve që lidhen me sigurinë dhe mirëqenien në hapësirën digjitale. Ekspozimi ndaj ngacmimeve kibernetike, bullizimit online, përmbajtjeve të papërshtatshme, shantazheve, kërcënimeve, manipulimit apo shfrytëzimit seksual, po bëhet gjithnjë më problematik në mjedisin virtual. Sipas të dhënave nga platforma isigurt.al, gjatë vitit 2025 janë raportuar 615 incidente, duke shënuar një rritje prej 46% krahasuar me vitin 2024. Analiza mujore tregon se numri më i lartë i rasteve është regjistruar në muajt shkurt, mars dhe prill, ndërsa gushti rezulton periudha me më pak raportime, kryesisht për shkak të pushimeve verore
Nga ana gjinore, vajzat përbëjnë pjesën më të madhe të raportuesve me rreth 71% të incidenteve të raportuara, ndërkohë 23% të rasteve janë raportuar nga djemt, ndërsa në 6% të rasteve raportuesit kanë zgjedhur të mos e deklarojnë gjinin. Qytetet e mëdha mbajnë peshën kryesore të raportimeve. Tirana kryeson me 335 raste që përbëjnë mbi 64% të totalit. Pastaj renditet Fieri me rreth 10% të rasteve, Durrësi me 8% dhe Kuksi me 7% të referimeve gjatë gjithë vitit. Edhe pse rrjeti social TikTok u mbyll ligjërisht në Shqipëri më 16 mars të vitit 2025, mbi 82% e incidenteve të raportuara lidhen pikërisht me këtë platformë. Instagrami renditet i dyti me 149 raste, që përbëjnë rreth 9% të raportimeve, ndërsa Facebook numëron 127 raste, ose rreth 7% të totalit. Sa i përket natyrës së ankesave, bullizimi online rezulton forma më e përhapur e incidenteve me 191 raste. Denigrimi dhe gjuha e urrejtjes zën vendin e dytë, duke përbërë mbi 40% të rasteve të raportuara. Një ndër shqetësimet më të theksuara mbetet dhe përdorimi i fotove pa autorizim dhe krijimi i profileve të rreme me qëllim dëmtimin e imazheve të individëve. Sipas grupmoshave, më aktivët në raportimin e incidenteve janë të rinj 19 deri në 24 vjeç, të cilët përbëjnë 29% të rasteve. Ata ndiqen nga grupmosha 25 deri në 35 vjeç me 24%, ndërsa për herë të parë në vendin e tretë renditet grupmosha 15 deri në 18 vjeç, me rreth 20% të raportimeve. TikTok, Instagram, Snapchat kryesojnë shkarkimet në Shqipëri veçanërisht tek të rinjt, ndërkohë që Facebook mban numrin më të madh të përdoruesve aktiv tek grupmoshat më të rritura. Megjithatë, TikTok ka edhe më shumë raportime për incidentet online. Rrjetet sociale janë kthyer në një pjesë të pandashme të jetës së përditshme për shumicën e njerëzve, sidomos në një kohë kur trendet e botës virtuale po zhvillohen me ritme shumë të shpejta. Ato përdoren jo vetëm për komunikim mes miq dhe familjarësh, por edhe për shpërndarjen e informacioneve, promovimin e bizneseve, krijimin e përmbajtjes digjitale apo edhe për gjetjen e mundësive të reja të punësimit. Sipas të dhënave të platformës së analizës së aplikacioneve AppFigures, rrjeti social më i shkarkuar në Shqipëri në fillim të këtij viti rezulton të jetë TikTok, i cili është rikthyer zyrtarisht në funksion. Pas tij renditën edhe platforma të tjera shumë të përdorura si Instagram dhe Snapchat, të cilat vazhdojnë të mbeten ndër aplikacionet më të preferuara, veçanërisht nga përdoruesit më të rinj. Ndërkohë në fund të listës përsa i përket shkarkimeve qëndrojnë Facebook dhe LinkedIn. Megjithatë, pavarësisht se kryeson në numrin e shkarkimeve, TikTok ka qenë edhe platforma me numrin më të lartë të raportimeve për incidente për gjatë vitit 2025. Edhe pse ky rrjet social ishte ligjërisht i mbyllur nga 16 marsi 2025, mbi 82% e të gjitha incidenteve online janë referuar në këtë platformë. Në total janë raportuar rreth 391 raste dhe më shumë. Pas TikTok, renditet Instagram me rreth 149 raste të raportuara, që përbëjnë rreth 9% të totalit, ndërsa Facebook numëron 127 raste ose rreth 7% të raportimeve. Këto të dhëna tregojnë për ndikimin e gjerë dhe përdorimin masiv të këtyre platformave, veçanërisht nga grupmoshat më të reja. Nga ana tjetër, sipas të dhënave të Data Reportal, platforma me numrin më të madh të përdoruesve në vend mbetet Facebook. Kjo lidhet kryesisht me faktin se një pjesë e madhe e përdoruesve të kësaj platforme i përkasin moshave më të rritura. Ndërkohë, rrjetet e tjera sociale si TikTok, Instagram apo Snapchat konsiderohen më tërheqëse për të rinjt për shkak të përmbajtjes dinamike, formateve të videove të shkurtra dhe fleksibilitetit që ofrojnë në krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes digjitale. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për dhënien e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Kryeministri Kurti tha se ky vendim është shprehje konkrete e mirënjohjes për kontributin e tyre në funksionimin e institucioneve dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për dhënien e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Kryeministri Albin Kurti tha se ky vendim është një shprehje konkrete e mirënjohjes për kontributin e tyre në funksionimin e institucioneve dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Ky vendim është një shprehje konkrete e mirënjohjes për kontributin e tyre në funksionimin e institucioneve dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Siç kemi premtuar, po realizojmë këtë zotim duke dëshmuar se përgjegjësia ndaj punëtorëve përkthehet në veprime konkrete.
pagesa e 13 synon të mbështes mirëqenien e familjeve të tyre dhe të lehtësoj barrën financiare. Ministri i Financave Goran Murati u shpreh se pagën e 13 do ta përfitojnë edhe punojësit që kanë më pak se 12 muaj të plot në sektorin publik. Kemi hasur edhe në rastet pra kur ka ta zëm situata që nuk i kanë përmbushur të gjithë 12 muajt, për qenë sa më fair dhe sa më korrekt, jemi dakorduar me thesarin dhe kemi siguruar edhe fondet e mjaftueshme që për këta persona pra që nuk i kanë të përmbushur 12 muaj të plot, të jepet pjesa e pjesshme. Pra për aq muaj sa kanë qenë të angazhuar këta muajt e fundit, në 12 muajt e fundit, proporcionalisht u takon edhe një pjesë e pagës së 13. Sipas tij, punojësit të larguar nga administrata së fundmi nuk do të përfshihen në listën e pagës së 13. Presidenti i SBA-ve Donald Trump tha se mund të marrë naftën e Iranit dhe të pushtojë qendrën e eksportit. Komentet e tij vinë në një kohë kur konflikti midis SBA, Izrael dhe Iranit po zgjerohet në të gjithë rajonin. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se mund të marrë naftën e Iranit dhe të pushtojë qendrën e eksportit të ishullin Kark, ndërsa armiqësitë në lindjen e mesme vazhdojnë për javën e 5 me radhë. Trump i tha Financial Times se preferenca e tij do të ishte të merrte naftën, duke krahasuar atë me operacionin ushtarak amerikan në Venezuelë në fillim të këtij viti, ku SBA-t morë kontrollin e industrisë së naftës së vendit të Amerikës Latine pas kapjes së udhëheqësit të saj, Nicolas Maduro. Administrata Trump ka mundësinë e dërgimit të forcave toksore në ishullin Karg me një burim që paralajmëron se një operacion i tillë do ishte shumë i rrezikshëm. Teherani ka aftësinë të arrijë në ishull me raketa dhe dron. Ndoshta e marrim ishullin Karg, ndoshta jo, kemi shumë mundësi, tha Trump. Kjo do të thoshte gjithashtu se do të na duhet të qëndronim atje në ishullin Karg për një farë kohe. Komentet e Trump vinë në një kohë kur konflikti midis SBA-s, Izraelit dhe Iranit po zgjerohet në të gjithë rajonin, duke rritur rreziqet për energjinë dhe infrastrukturën si dhe duke dërguar naftën bruto. Trump tha javën e kaluar se negociatorët iranian po i luteshin SBA-s të bënte një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës, megjithse Irani ka mohuar çdo ndërveprim të drejtë për drejtë me SBA-n. Në intervistën e tij për FT, Trump tha se bisedimet indirekte midis SBA-s dhe Iranit nëpërmjet emisarëve pakistanez po përparonin mirë. Trump u tha gazetarëve në bordin e Air Force One gjatë rrugës për në bazën e përbashkët të dielën në mbrëmje se të dyja palët kishin pasur takime shumë të mira, si drejt për drejt ashtu edhe të rrethorazi. SBA-t i dërguan Iranit një plan paqeje me 15 pika duke përfshirë një ndërprerje të plotë të programit bërthamor të Iranit dhe kufizime të ashpra mbi shtrirjen dhe madhësinë e arsenalit të tij raketor. Teherani ka refuzuar publikisht ofertën dhe ka paraqitur kushtet e veta. Çmimet e naftës mund të rriten shumë përtej niveleve aktuale pasi mbyllja e ngushticës së Hormuzit dhe sulmi ndaj objekteve të prodhimit në lindjen e mesme kanë ulur ndeshën furnizimet globale. Analistët vlerësojnë se një përshkallëzim i konfliktit që dëmton objektet e eksportit në ishull do të rriste çmimet mbi $120, me disa që parashikojnë edhe nivele $200. Çmimet e naftës mund të rriten shumë përtej niveleve aktuale, thon analistët, pasi mbyllja e ngushticës së Hormuzit dhe sulmet ndaj objekteve të prodhimit në lindjen e mesme kanë ulur ndjeshëm furnizimet globale. Çmimet e ardhshme të naftës Brent janë rritur me më shumë se 50% që nga fillimi i luftës dhe për pak kohë arritën në $119 për fuqi javën e kaluar, pasi Irani sulmoi objektiva energjetik në të gjithë lindjen e mesme dhe kërcënoi anijet që përpiqeshin të lundronin në përngushticë një kanal për rreth 1/5 e furnizimeve globale me naftë dhe gaz. Çmimet pritet të mbeten të larta në skenar të ndryshëm të paraqitur nga Reuters, sipas sondazhit të 13 analistëve, duke u rritur potencialisht në $200 për fuqi nëse dëmtohen objektet iraniane të eksportit. Çmimet e larta të energjisë po ndikojnë në të gjithë ekonominë globale. Vendet importuese të naftës dhe gazet në Azi dhe Evropë po marrin goditjen më të madhe dhe do të goditeshin më rënd nëse çmimet e naftës do të kalonin mbi $150 për fuqi, than analistët. Duke supozuar se ndërprerjet aktuale të furnizimit do të vazhdojnë, analistët vlerësojnë se çmimet e naftës Brent do të luhaten midis $100 dhe $190 me një parashikim mesatar për $134.62. Lufta kishte zvogëluar
zvogëluar furnizimet globale të naftës me rreth 11 milion fuqi në ditë që nga 23 marsi. Një përshkallëzim i konfliktit që dëmton objektet e eksportit në ishullin Karg do të rristet çmimet mbi $120 me disa analistë që parashikojnë nivele deri në $200. Parashikimi mesatar për këtë skenar ishte $153.85. Nëse SBA dhe Izraeli do të shpallnin së shpejti fundin e luftës, por kërcënimet e Iranit ndaj operacioneve të transportit detar përmes ngushticës Hormuzit vazhdojnë, analistët parashikojnë çmime diku midis $50 dhe $150, duke reflektuar pasigurinë se sa të gjata ose të rënda do të ishin ndërprerjet e rrjedhës së naftës përmes ngushticës pas luftës. Komisioneri i Tregtisë i Bashkimit Evropian tha se kishte zhvilluar bisedime konstruktive me përfaqësuesin e tregtisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi avancimin e punës për mineralet kritike, por edhe çështjet e tarifave. Komisioneri i Tregtisë i Bashkimit Evropian Maroš Šefčovič tha se kishte zhvilluar bisedime konstruktive me përfaqësuesin e tregtisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jamieson Greer mbi avancimin e punës mbi mineralet kritike dhe çështjet e tarifave gjatë takimit ministror të Organizatës Botërore të Tregtisë në Kamerun. Šefčovič tha se të dy palët po punonin për të avancuar më tej bashkëpunimin mbi lëndet e para kritike dhe po kërkonin të caktonin një vizitë të tij në Shtetet e Bashkuara për të vazhduar diskutimet. Komentet vijnë pasi ligjvënësit e Bashkimit Evropian miratuan të njëjtën legjislacionin që përmbush angazhimet e bllokut sipas marrëveshjes tregtare të arritur me Washingtonin korrikun e kaluar, pas muajsh pa siguri mbi kërcënimet tarifore të presidentit Donald Trump. Masat mbrojtëse u shtuan për të reflektuar shqetësimet se Shtetet e Bashkuara mund të mos i përmbahen plotësisht marrëveshjes. Sipas marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara vendosen një tarifë prej 15% për shumicën e mallrave të Bashkimit Evropian, gjysmën e tarifës së kërcënuar fillimisht, duke shmangur një konflikt më të thellë tregtar midis dy partnerëve që përbëjnë gati 1/3 e tregtisë globale. Ishte e rëndësishme të kishim votën pozitive në Parlamentin Evropian javën e kaluar, sepse kjo tregon se nga të dyja palët, pavarësisht turbulencave në skenën globale, ne po i përmbajmë marrëveshjes, tha Šefčovič. Ai shtoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të kërkojë marrëveshje të reja të tregtisë së lirë dhe do të punojë për të ulur tarifat me partnerët ekzistues. Ne duhet të kemi raporte të mira, marrëdhënie të mira dhe të jemi në gjendje të adresojmë çdo çështje, shtoi ai. Shtetet e Bashkuara janë partneri më i madh tregtar i Bashkimit Evropian me eksportet e këtij të fundit që arritën një rekord prej 555 miliardë euro në vitin 2025. Kështu në fund, por unë i kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë, miru takofsh.